Përderisa tani ndarja u realizua dhe shqiptarët në Preshevë, Bujanovc e Medvegjë u trastuan sërish, shqiptarëve në fakt po urrësohet e ardhmja. Varësia nga Serbia u shtua, pasi u shtua pavarësia e veriut nga Kosova. Ndodhi ajo që paralajmëruam, ndodhi pra thellimi i ndarjes në vija etnike, ndodhi më keq se në Bosnë, pasi u eliminua plotësisht reciprociteti edhe me serbët e veriut e lere më me Serbinë. U braktis plotësisht shtetëndërtimi. Shtetëndërtimi nënkupton shtrirjen e sovranitetit, pasi ky është hapi elementar i tij. Shtrirja e sovranitetit nga forcat që bëron nga brendia një populli e natyrisht jo përmes koncesioneve. Dhe lëvizjeve të vendosë e konsideron të mundshme plotësisht një gjë të tillë, vetëm se për këtë është e nevojshme një politikë tjetër. Politikë që e forcon shtetin e jo që e dobëson atë. Dhe zgjidhja ekziston. Dhe janë dy hapa konkret themelor që do duhet i paraprinin veprimeve në shtrirje të sovranitetit. Ata janë ndalimi negociatave me Serbinë armiqësore, ku Kosova është objekt negociatash dhe palët janë të pabarabarta, dhe e dyta, vendosja e sovranitetit e reciprocitetit me Serbinë në aspektin ekonomik e tregtar. Pakta hapa dhe me këtë politikë që po vazhdon, Serbia armiqësore në raport me ne sot është më e fortë se dje, e dje është më e fortë se pardje. Çdo ditë me këtë politikë ajo forcohet dhe rrjedhimisht edhe erësohet e ardhmja e shqiptarëve në Kosovë. Më të fortë bëjnë negociatat ku ajo për koncesioneve fiton edhe hapjen e dyrëve e të cilën në BE e të cilën gjë po ja mundsojmë ne. Ajo do ta kishte të lehtë integrimin atje, pas njohjes së Republikës Kosovës që do t'ja bënte, por jo, ajo do që të hyjë në BE pa na njohur dhe këtë po ja mundsojmë ne. Nga ana tjetër, 50 ditë të reciprocitetit dëshmuan varësinë ekonomike të Serbisë nga Kosova. Ata dita ditës hidheshin në krizë dhe ne, ekonomia jonë, filloi të këndellës përmes prodhuesve vendor pikërisht atyre ditëve. Pra, është rast historik që Kosova e ka mundësin tani ta kurzoj Serbinë, me këto dy aspekte që do të ndryshonin totalisht rrjedhën e të mirë. Këta dy hapa do të bënin që Kosova të krijojë mundësitë e veta për shtrirjen e sovranitetit, pasi çdo ditë Kosova do të jetë në raport me Serbinë më e fortë. Këta dy hapa do të ndryshonin për 180 shkallë raportin tonë me Serbinë dhe mundësitë për shtrirjen e sovranitetit atje do të bëshin realitet dita ditës. Ne do të forcoheshim dhe pashmangshëm do të shtrohej sovraniteti, do shtrihet sovraniteti në veri. Politikën të ngjashme ka përdor Kroacia, e cila sot është shtet sovran, dhe jo Bosna, të cilës ne po i përngjajmë çdo ditë. Shtrirja e sovranitetit atje është natyrisht zgjidhje e mundshme pas këtyre hapave që do të merreshin. Dhe kjo pastaj do të nënkuptonte si hap të parë ku FSK-ja do duhet të shpallej në ushtri, dhe kjo do të hapte rrugën pastaj për marrëveshjen SOFA me NATO-n për ushtrinë e Kosovës. Natyrisht, prezenca e policisë Kosovës duhet shtuar dhe njësitë speciale duhet ndërtoheshin bazat edhe në pikat 1 dhe 31 për post në zonat ku shqiptarët janë atje. Kosova duhet të krijojë pastaj marrëdhënie të fuqishme bilaterale me shtetet e veçanta që na kanë njohur pavarësinë e posaçërisht me Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtetet kryesore të BE-s dhe Turqinë. Duhet të vijen patjetër në shënjestër burimet financiare të strukturave ilegale dhe armiqësore të Serbisë, duhet zhurmuar dhe prej financimi tyre nga Serbia dhe nga krimi organizuar e bizneset informale. Këto ishin pikat në shtyllën e parë që nënkupton shtyllën e sigurisë në planin e lëvizjeve të vendosje për shtrirjen e sovranitetit në veri. Dhe natyrisht jo vetëm kaq, është e domosdoshme që në normalizim të situatës të parashihet edhe integrimi social, politik dhe ekonomik i veriut. Dhe kjo nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme pa reciprocitet dhe simetri të drejtave me serbët e Kosovës, mes të serbëve të Kosovës me shqiptarët në Serbi. Shqipëria dhe Kosova bashkërisht duhet të angazhohen për shqiptarët kudo që janë e posaçërisht për ata në Preshevë, Bujanovc e Medvegjë. Arsyeja kryesore pse Serbia ka synuar decentralizimin në Anamorov është që ta hedhë farën e ndarjes dhe izolimet të asaj pjese nga Kosova.
Qeveritë dhe kryeministrat e pas luftës janë munduar të integrojnë serbët duke u dhënë ose premtuar mira euro kesh, duke u falur traktor dhe duke u ruajtur pagat edhe kur ata punonin për Serbinë. Zgjidhja është krejtësisht ndryshe, jo para e privilegje, por zhvillim arsimor, ekonomik e barazi para ligjit, jo bisedime me Serbinë e strukturat e saj, por integritet territorial për vendin e sovranitet për shtetin. Revitalizimi Trepqës, funksionalizimi saj që do të rezultonte me punësimin rreth 8.000 vetave. Kjo do të kontribonte në bashkimin e qytetit, sepse ndarja në Iber e ka lënë minierën e Stantërgut nga njëra anë, ndërsa shkëtorën nga ana tjetër. Kështu Mitrovica u shndrua në qytetin më të varfër dhe është i vetmi qytet në Kosovë të cilit i është zvogluar popullsia përgjatë viteve. Ofrimi i bursave për shqiptarët dhe serbët nga veriu për në shkollat e mesme dhe Universitetin e Prishtinës. Investim në spitalin e Prishtinës dhe atë në jug të Mitrovicës në mënyrë që aty të ofron shërbime më të mira. Forcimi i fshatrave shqiptare dhe të lagjeve të Mitrovicës të banuara me shqiptarë në veri, duke u ofruar mjete për ndërtim të shtëpive, infrastrukturën të mirë, transport publik falas për në jug të Mitrovicës dhe anastjelljas 3 herë në ditë. Lehtësim në punësim, lehtësim për regjistrim në universitet. Vetëm e 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000, 11 shqiptar janë vrarë, me 10 të tjera në keq trajtuar ose lënduar, ndërsa 1564 familje me 11364 antar janë dëbuar. Secili shqiptar i dëbuar duhet të kërkojë të kthehet në pronën e vet në veri, dhe njëkohësisht të organizohen dhe të mobilizohen për këtë. Ata që nuk duan, duhet të thonë hapur këtë dhe të ashesin të tjerëve pasurinë, atyre që duan të kthehen atje. Qeveria duhet të ndihmojë dhe të mbështesë këtë me një program të veçantë. Nuk duhet lejuar që qeveria e Serbisë të blej pronat e shqiptarëve në veri. Të gjithë shqiptarët që janë detyruar të shesin pronat e tyre, qeveria e Kosovës duhet t'u blej ato. Këto ishin pikat që lëvizjave vendosje i ka publikuar prej kohësh për shtrirjen e sovranitetit në veri, që është një logjik krejtësisht e kundërt me politikën e sotme. Marrëveshja tani, që është plotësisht në përputhje me platformën e Serbisë, ashtu siç e dëshmoi, siç e argumentoi deputeti Afrim Kasolli, në fakt krijon kushtet që Serbia ta njohë Kosovën. Serbia tash, nëse krahasoj me Bosnën, i ka kushtet elementare për me njohë Kosovën. Por ajo nuk do ta bën këtë. Nuk do ta bën këtë sepse ka shpresa ende për të, që të vazhdojnë negociatat dhe të bën koncesionet për të. Madje jo shpresa të kota, por shumë e qartë që negociatat pas kësaj marrëveshje nuk do të përfundojnë. Do të vazhdojnë dhe do të ketë edhe koncesionet të tjera. Dhe prap nuk do të ketë njohje nga Serbia.